Pasi siguroi mandatin e 9 fal tifozave të Partizanit, Erion Braçe ka bërë thirrjen e parë politike pas zgjedhjeve, qeveria të paguaj për stadiumin dhe akademinë private të klubit Partizani. Mesazhi i shpërndar sot është në formë korrekt, por në përmbajtje është një lobimi drejt për të justifikuar dhënien e miliona eurove publike për një investim privat që lidhet drejt për drejt me vëllain e kryeministrit Edi Rama, Olsi Ramën dhe mikun e afërt të tij, Gazdemin. Në deklaratën e tij, Braçe thotë se stadiumi është ndërtuar 100% me fondet e Gazdemit dhe se qeveria ja ka borxh një mbështetje financiare. Por faktet tregojnë tjetër gjë. Me vendim të Këshillit të Ministrave numër 183, datë 9 mars 2016, qeveria i ka dhuruar Gazdemit kompleksin sportiv ushtarak Skënderbej me 37.000 m2 tokë dhe 5.164 m2 ndërtesë. Ky dhurim nuk ishte simbolik, ishte bazë për ndërtimin e stadiumit dhe akademisë Partizani dhe sipas raporteve të inteligjencës financiare, 50% e pronësisë së këtij investimi është e Olsi Ramës përmes një kontrate të brendshme që nuk figuron në QKR, por që është denoncuar më parë nga agentët antikrim si marrëdhënie ortakërie faktike. Tani, pasi investimi u bë mbi një pasuri publike të dhuruar, po përgatitet një ligj i personalizuar që do të përfshijë rimbursim të drejtpërdrejtë nga shteti, sipas modelit të një sponsorizimi kombëtar për sportin, që në realitet është një justifikim për të kthyer mbrapsht 21 milion euro në formën e një subvencioni të ligjëruar. E gjithë kjo për një klub që nuk është shtetëror, nuk është federat, nuk është institucion publik, por një shoqëri aksionare me përfitime private. Në vitin 2022, qeveria i dha Partizani SHA 8 milion euro rimbursim për dëme nga Covid, edhe pse kompania nuk ishte përfituese e tenderve shtetëror, siç e kërkonte akti normativ. Ishte një precedent që sot përshërben si argument për rimbursim të plot. Ndërkohë që nga viti 2014, kompania nuk ka paguar asnjë taks, deklaron humbje çdo vit dhe ka përfituar falje gjobash në mënyrë të përsëritur. Tani, përmes ndërhyrjes së Braçes, kërkohet që shteti jo vetëm të mos marrë gjë, por të paguajë gjithçka, si shpërblim për investimin privat mbi tokën publike të falur. Kërkesa e Braçes për të shembur rrënojat pranë akademisë, në mënyrë që të hapet rruga për ndërtim të ri, nuk është për sportin, është për ndërtimin e pallateve të reja. Pjesa e mbetur prej 7.000 m2 që Rama premtoi se nuk do ta jepte, është tani në qendër të presionit publik, dhe nëse ligji miratohet, ajo tokë do të përfundojë betonuar nga e njëjta dyshe, Gazdemi dhe Olsi Rama. Kjo nuk është ndihmë për sportin, është kthim borxhi mes klientëve të politikës dhe përfituesve të heshtur, dhe përmes një ligji të përgatitur në mënyrë të personalizuar, Shqipëria do të ketë rastin unikal ku shteti rimburson një stadium privat ndërtuar mbi tokë të falur në pronësi të personave më të afërt me kreun e qeverisë.